Vazhdojmë hoqë tani me një pyetje pak më të gjatë dhe kanë kërkuar që patjetër ta lexojmë. Thot me vëmendje dëgjova sa bukur dhe e trajtuat këtë temë dhe dhat këshilla, por fatkeqësisht shumë muslimanëve po i hynë në një vesh dhe po i delin nga tjetri. E thatë në fillim se gjeneti i gruas është nën këmbët e burrit, ashtu është, por këtu e kam një vërejtje tek ju dhe kolegët e juaj, ta sqaroni se për cilin burr bëhet fjalë, se shumë burra e kanë marrë këtë se unë jam burr dhe ti si grua ke gjenetin nën këmbët e mia, edhe a e ka mirë apo keq s'ka rëndësi. Ky burr për mashallah është musliman, fal namaz, edhe nafile, agjeron të hanë dhe të ejte, është i dashur me krejt, por brenda në shtëpi me gruan dhe fëmijët i pa disponuar, me sjellje të pakëndshme, nuk din të thot asnjë fjalë të mirë dhe apo të butë, për çdo gabim të vogël në vend të këshillës të mirë. Vërtet, shkurt e shqip nuk ka nerva më marrë me grua dhe me fëmijë. Edhe pse gruaja është e ndershme, respekton burrin, ja respekton familjen, ja edukon fëmijët, ja ruan fytyrën vetit dhe burrit, punon, ja nxet dorën, rrogën e shpenzon bashkë me burrin dhe fëmijët, kujdeset për pamjen e burrit, për larje, për hekurosje, për ushqim, ndaj gjitha këtyre, prapë sjellje tek këqija i bën për një gabim më të vogël. Ja gjuan gjithë mundin poshtë. Çfarë mundeni me na këshillu për këtë gjendje dhe si e këshilloni këtë burr? A ka dënim kjo grua që është prej atyre që e mallkojnë me lekët, nëse ja kthen fjalën burrit e nuk i fol një kohë për me i tregu që ka gabim? Është pak një koment i gjatë hoq, por një shqetësim si duket i një shikues. Po në fakt ky është shqetësimi i 10 apo 100 shikueseve. 100 motra kanë këtë shqetësim. Edhe duke dëgjuar me vëmendje, po më duket se kam dëgjuar shumë herë këtë. Jo të njëjtën, po të ngjashme kështu ka shumë. Ajo motra, Allah është problem që po na vrejtjen, po na jemi çdo herë duke shpjeguar domethënë rrafshin e halalit. Me ju bind burrit aty ku është e lejuar me ju bind, se nëse burri thotë ndihmo mua me shku me vjedh, gruaja nuk do të më bind burrit. Nëse burri thotë ndihmo mua me shku me lut kumor, bijaz, nuk do të më bind. Nëse burri thotë ndihmo mua me dal me therr dikon me thika me vrak, gruaja do të më bind. Na gjithmonë po flasim me bind burrit në gjëra që është në natyrën e gruas për me u bind aty. Po thonë nga runa zot me shërby alkool, me shërby me derë, me shërby droga apo diçka. Gjana të këqija. Ky burr do më thonë që fal namaz, bën ato, i nën familjen, i bën zeher. Ky është demagog. Do të thonë, ky nuk ka diçka pedagogjisë që do të më ia dhon fëmijëve vetë me eduku, ky s'ka diçka do më thonë. Ky vet nuk është i edukuar për me edukuar fëmijët apo me ndikut e gruaja. Po çfarë do të më bëj gruaja tash? Gruaja nuk është prej metodave mos me I fol burrit se ndoshta e kthej përkundrazi. Burrat që nuk kanë çush duhet në rrugë të Zotit, që se kanë kuptuar fen çush duhet, nëse gruaja nuk I flet, ai ka me gjetë një tjetër me shku me fol. Nëse gruaja nuk flan me të, ai ka me gjetë të dytën apo të tretën me shku me flejt me të. Nëse gruaja nuk del me të, edhe do më I bë domethënë si lloj sanksionesh pse ai nuk I ka sillet e mira kështu, ai ka me dal me dikon tjetër. Nëse ai domethënë e ofendon gruan, fëmijën, s'ka kohë, I gjun krejt edhe I nënçmon edhe I poshtnon anëtarët e familjes, ai normalisht ka me bollat e tjerat. Andaj ai çenka duke rënë grop, e nuk do të më shtyp, po do të më ngrej, duke I fol. Çdo të keq e tina ti mundon me ia kthim me të mirë. Derisa ai nëse punon truni I tij, nëse ka mendin kokë, ka më thonë çysh më, unë po bëj këtë të keqe, ai po më kthen me të mirë, e bën edhe këtë keqe me të mirë, edhe këtë keqe me të mirë. Amo ty duhet punë, ka gjatë për me arrit domethënë me nxirr. Se ky është duke ratin humner, duke veten, duke shkatru veten, atë çka duhet me fjalë të mira, me sjellje të mira, me durim, me doha dal gatal. Pra, ne kemi thonë, hoxhallarët tonë kanë thonë edhe përpara dhe tash, gruaja duhet I bindet burrit në punë të halalit. Nëse ai detyron haram, gruaja nuk I bindet, se nuk ka bindje ndaj krijesave për me I bërë gjëna krijuesit. Nuk ka bindje aty. Kjo është rregull I shariatit I fesë është nuk ka bindje ndaj krijesave kur I bëhet gjëna krijuesit. Të s'ka bindje.
E tash, kur ai gjëra nuk i bën Zotit, duhet me ju bind. Edhe ashtu e kemi thonë, ashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ashtu çndran ai, ja. Andaj ju Allah i ju ndihmoft, Allah a lehtësoft, e ata Allah u udhëzoft, ai nuk e di tash nëse falet, pse s'ndikon namazi i tij, duhet me ndiku namazi. Po le të falet, mirë është që falet. Edhe pse s'ka ndiku, se ka menal, se shkoi dikush te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, o i dërguari i Allahut. Ai tha po bën tha haram, po bën këtë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a falet? Tha po, tha namazi ka me ndal. Shkoi mas një kohë, i dërguari i Allahut tha nuk penal, tha namazi ka me ndal. Mas një kohë shkoi i dërguari i Allahut, tha namazi prapse ka ndal, tha namazi ndal edhe dikur e ndali namazi. E në rast tjetër than, ai nuk ka namaz, më veç namaz sa për sy e faqe, nëse namazi s'nal për të këqijave, ai nuk ka namaz i vërtet. Se Allah thot, inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Namazi të nal për gjëra të irrituara, për gjëra të ndaluara, të nal për gjëra të fllishta, për gjëra do të thonë që janë haram. Të nal namazi patjetër të ndal. Ai do të më trajto gruan si zoj, nëse do më jetuaj sikur zotnina të shtëpi. Ai pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam edhe Aisha gruaja vetë kishte me thirr me emën për këdhelës. Edhe çka? Edhe ish më i vjetër shumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe thotë ja Aish. Pse më thirr me emën atë kësi gruan? Se të na shembull, nëse është e hollë gjatë, që shërbon sikur plep, nëse është e shkurt o bo si thes, nëse është e trash o bo kështu, nëse është e hollë i emërtoj me emna jo të lejum, haram. Po ti mas pore shikoj vetën që shie. Pse, cili për nesh është i përkrymi për sosur, asnjë nuk është. Këtë kena të meta. Edhe gruaja ka, edhe burri ka. Andaj çka? Do të më rujt gruan sikur sytë e ballit. Edhe gruaja do të më rujt burrin si sytë e ballit. Kur dy palët e rujnë njëri tjetrin si sytë e ballit, çka? Dashnia tyne vazhdon. Jeta bashkëtorë vazhdon. Kur të dy palët ja kthejnë njëri tjetrin shpinën, edhe nuk e trajtojnë mirë njëri tjetrin, troket me të madhe nder shkonorizimi. E kur vjen shkonorizimi, pasoj e shkonorizimit mesin fëmia të çrregullum. Stabiliteti i tyre, domethënë, është komplet i çrregullum, nuk janë stabil ata. Andaj duhet me pas kujdes, inshallah Allah ja lehtëson kësaj dhe motra të tjera, se sikur kjo motër besëm edhe 10 apo 100 të tjera kanë çto probleme.